Jam lind me frymën e Adheut. Baba, familja kanë vepruar për Kosovë, doja ka qenë një burgos në politikë. Çfarë emocione keni sot këtu në protestë? Emocione të mëdha, është na jemi tri, domethënë na luftën se kemi njoft si këta tjerë që janë shku, kështu që është emocion i madh, sado që më në për ta e bojmë. Që domethënë Prej cilit vend keni ardhur sot këtu? Pi Zvicrës jemi, pi Bazillit. E keni ardhur me numër të madh prej shokëve apo me familjes. Po kemi po edhe shokë edhe tjerë. Çka po mendoni që kjo protestë ka pas mundësi me qenë më masive apo është një numër i mjaftueshëm për juve? Besoj që gjithë më shumë mundemi bë. Po ka pas edhe tjera proteste të mëdha, si që ka qenë Den Haag, ka qenë edhe në Tiranë, Kosovë, dhe tjera, po gjithmonë mundem më shumë, e vërtet është. A jeni lindë në Zvicër apo në Kosovë? Jo, në fakt jam lind në Gjermani, po domethënë në Evropë, nuk jam lind në Kosovë. Çka të kanë thënë më shumë familjarët për luftën në Kosovë? Jam lind me frymën e Adheut. Baba, familja kanë vepruar për Kosovë, doja ka qenë një burgos në politikë, kështu që jemi rrit me këtë frymë edhe veç e vazhdojmë mënyrën tonë.